Ishte ndali hapa, kushte tha mos li. Një lajm I ditës si një prismë ndrëm gjo shpi. Bëhet zogi plagosur, zemër vrarë në shpi. Zo dashuri që të jetoj do ngrotësi. Dhe do kastron pa diellin lart pa katësi. Ku do të jesh o moshatar I vendit tim, kush vallë si ne do dashuri. E duam jetën ndaj na lini të jetoj. O miko fla pa qetësi për shpirtin tën. E shtrejta ime ti këtë mbrëmje mos mungo. I kam harruar për këtë dhenjen mos haro. So dashuri që të jetoj do ngrotësi. Dhe do kastron pa diellin lart pa katësi. Ku do të jesh o moshatar I vendit tim, kush vallë si ne do dashuri. E duam jetën ndaj na lini të jetoj. O miko fla pa qetësi për shpirtin tën. E shtrejta ime ti këtë mbrëmje mos mungo. I kam harruar për këtë dhenjen mos haro. Që ka qenë Qepa. Qepa. E duam jetën ndaj na lini të jetoj. O miko fla pa qetësi për shpirtin tën. E shtrejta ime ti këtë mbrëmje mos mungo. I kam harruar për këtë dhenjen mos haro. Shumë faleminderit. Wow, çfarë këngë o zot. Si këto këngë me thënë drejtën nuk vinë më kurrë, nuk kthehen. Dhe bravo që keni zgjedhë këtë këngë që ka mbetur në arkivat dhe do ta këndojnë ja kështu të reja siç vini. Ashtu siç e përsollët pra me një energji fantastike, zëra shumë të bukur, kombinim me njëra tjetrën, komunikim me njëra tjetrën, sollët atmosferë, bravo! Faleminderit. Bravo. Më pëlqeu shumë për zgjedhja e këngës. Kam përshtypjen që në nota të larta fleni më mirë, themi ne nga Kosova, ju fle zëri më mirë. Edhe ne flej themi. Kujt I thoni? Fjetjes. Jo, edhe fjetjes aty, rehatis. Okej. E shikon? Në rregull jam. Atëherë në rregull jam. Ai kalimi në terca ishte fantastik, nuk vrehej fare. Edhe fantastik I themi dhe ne. Sa mirë.
komunikimi që e përmendi Ledina, edhe pse me stile jeni shumë ndryshe njëra nga tjetra, gjë që po më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Keni komunikuar në mënyrë fantastike. Po, Shumë faleminderit. një po. Cila është Francesca, cila është Alessia? Unë quhem Francesca. Jam Alessia. Nuk dua të merrem me teknikalitetet të vogla të cilës si pasojë kakofonisë madhe dhe të energjisë që ju dhat, mendoj që kishte vend dhe hapësira për gabime. Megjithatë ju sot mbi të gjitha të dyja rrezatuat dhe dhat karakter. Të dyja dhat një karakter të fuqishëm, impostues, dhe sigurisht rrezatues deri në momentin që unë po them këto fjalë. Shumë të mira kaloni për mua sot. Faleminderit. Do na këndoni një këngë që i thonë a cappella këta të muzikës, se unë s'jam këngëtar. Çfarë mund ta këndoni një këngë kështu? Po, vërtet. Unë them kështu, drejt për së drejti. Do isha shumë Francesca, kurioze, në fakt. filloj ti. Hape veten. Këtë apo? Ta fillon, okay. Oh, këngën e Aurelës. Ah, Hape vet, hape vet. Hape veten ti dhe dashuro jetën, vim në këtë botë vetëm. Hape veten ti kur hum një dashuri nuk thehet përsëri. Bravo! Hape veten ti, shpirtin pa kufi thellteje, dhe dashuro jetën, vim në këtë botë vetëm. Hape veten ti, gjerë në marrësi të dua, të mall që djeg në gji, një dhe nuk mund t'api Perëndin e dje, ora pse i lek të treten, pushon në krah tani, harrove veten ti dhe troki në det, eja dhe më merr me vete, një ditë një dashuri, veç kohën do ta ngri. Hape veten, hape ti. Bravo! vajza, jeni shumë të hapura, afroni pak. Po. 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 Bravo. Hajde, jo dëgjoj. Hapuni lërini çfarë thonë ata. Hapuni moj. Do viju në mes. Ju ishit të jashtëzakonshme. Kush ishte brenda pritshmërive që kishit? Do të thënë, e dini që Goni do ju ngacmoj, e dini që Adelina thot fjalë të mira përgjithësi, e dini që Ledinës nuk i qesh buza kollaj. Duke parë dhe edicionin e vjetër, do më thënë vjet, kisha shumë frikë se si do të përballesh me Jurin. Okay. Po, si për pritshmërive të mia, besoj që ishte çdo gjë shumë mirë. Edicioni është i ri, po Juria është e vjetër, do të thënë. Ke parasysh ata që kanë qenë dhe nga Jo. Ke parasysh ku çanon e morën si vjet, po jo, nëse ka që ne morëm ato pot që donim. Po. Tana të mirat i thonë. Suksese shumë. Faleminderit. Jeni shumë të mira, faleminderit që erdhën në Albinës Gataret.